Me sigur që Albin Kurti s'kish mujtë mos në këtë formë. Shiko, mjetet demokratike edhe mja bloku punën kuvend është mjet demokratik. Na e dim që ka bo Albin Kurti, s'ti kalon asalt kuvendit me nejt. Ka gjujt me gaz letësjellë, dhe më thonë a i ka bo dhe shkeljet më dha edhe ligjore në këtë vend për mi arrit qëllimet e ti. Por opozita thotë që ne nuk mund t'i bëjmë ato çfarë ka bërë lëvizja dhe vendosja. Nëse s'mujnë mi bo, atëherë le të rrinë që shto të i shku për mrava, që me po tjetër, dhe një jekim për mas në agendën e tina. E qartë. Edhe ai po del, ai dul, zdi kush kur ke puna për naftën, dule tha, me pas konë tha njerëz pak knaqën, tha ishin dalë protesta, asnjë protesta s'u konë kundër meje. Pju thot njerëzve që unë delni bëni protesta, vetë pistir Albin Kurti, po dele pithret, një farforme. E qartë. Shkak se s'ka kush ju prin njerëzve në këtë vend. E qartë, Xhani, të kalojmë tani edhe një pjesë tjetër për koalicionet e mundshme, Vjosa Osmani me LDK-n pak a shumë po dihet, parti tjera. Nuk po duket që ka gatishmëri ndonjë partisë të madhe me pa koalicione, pra po flas parti që janë parlamentare dhe që mundën me pas koalicione. Pra ndoshta për koalicione pas zgjedhore bëhet fjalë, sigurisht do të jenë të hapura secila me secilën, por për koalicione para zgjedhore nuk do të shohim, pra do të jetë përpjekje kryesisht ndonjë figure për të aderuar dhe për të marrë brenda vetin e garë. Këto do të jenë risitë më të mëdha, ndërsa koalicione të partive parlamentare nuk po duket që ka. Partive cilat kanë qenë pra që kanë qenë në kuvendin e Kosovës.